Mira, janë konë të rregullore më të mira se tashtit. Po kemi pas bereqet ma shumë të s'ka dhe bereqet, se s'ka as dashni as mohabet, e qështu. Atëre, kemi pas heki ma shumë, po kemi pas edhe dashni ma shumë, bereqet ka pas ma shumë, me hangër, kemi hangër një fatë hangri. Kush ka punu, ka hangër edhe atë, se këtash, kush ka nejtë, s'ka pas edhe me hangër. Po, jetesën e kemi pas ma dopt, nuk o konë kjo, kjo rregullore atë ashtet, që e ta ku po shkelë, për para kemi shkelë në tokë. Po, ka hub dashnia, ka hub mohabeti, ka pas dashni ma shumë, ka pas mohabet ma shumë, hekia konë ma mëdhe, po dësenin konë ma të mira. Po. 83 vjeçari u shpreh i shqetësuar për pagat tani, duke shtuar se ani pse ka 40 vite përvojë pune, merr vetëm 80 euro penzion. Për tash, janë të nasenët bollëve në shqitore. Në shqitore, në paq pare me shku me bleb, halë ma mirë, mos paq, rejunt. Po, roga s'kemi, unë 80 euro kam benzin, 40 vjetë staj kam. 80 euro merë, ma shumë merë gruja jam e 100 euro se une. Ai po ashtu tregon se si janë detyruar nga urdhri serb për ta kryer ushtri në Kroaci për 2 vite. Kurse tani nuk e sheh në rregull se si sot ushtria bëhet me pagesë. Madje duke ironizuar, thot se edhe në këtë moshë mund të shkonte në ushtri me këto kushte. Unë pe 64 se janë shupi ushtrie, me më konë një Jugoslavi jashtë, s'këm dalë, veç të parë jam sjellë kamas. Pe 64 e këm pas, pa ndërpre punën. Te këm dalë penzije, dhe i mas lufte. Ushtari më konë 71 këm shkua, 63 jam lëshua. Në Kroaci më konë ushtarë, 2 vjetë atëherë, 24 mujë. Po unë i këmë bo vetë, 24 mujë të na karoa e ka pak të poshtë, në 16, në 12. Se më shku që atëherë ka konë obligimi i shkavit. Ushtëria shkavit jemi konë. Po kemi kalu, që kemi kalu, që ka kemi bo. Atëherë konë që ashtë të koha. Tash po shko ushtarë, po shkojnë me pare. Tash edhe mu me morë ushtarë kështë nga shkua. Mere 300 euro edhe hajtë, të kry një punë. Atës kemi pas ashtë para.